Kthimi i Eva Dumanit nga kampi famkeq Al-Hol ka rikthyer në vëmendje dramën e familjeve shqiptare që prej vitesh presin lajme nga të afërmit e mbetur në Siri. Mes tyre është edhe 90 vjeçari Dylber Shuli nga Zagorçani i Pogradecit, i cili prej më shumë se një dekade jeton me ankthin dhe shpresën për rikthimin e mbesave të tij. Për të, çdo lajm për riatësime është një dritë shprese që ende nuk është shuar. Sa kohë kam folur, më të rrisin baba forca, për sa pa bëj 1 vit, 2 vjet për bëqës. Atë mes në madhe, e falenderoj se i ati u vra dhe jema, edhe qëndroj trime, 15-16 vjeç, ajo qëndroj të vlezin, djalën e saj, të motrat, i rriti. Historia e Dylberit është një ndër 10 rrëfimet e familjeve që presin prej vitesh zgjidhje, ndërsa në kampet siriane vazhdojnë të qëndrojnë gra dhe fëmijë në kushte të vështira. Unë që jam 90 vjet, shpesa gjëja ditë që të mbyt syt. Që më të rresin baba. Më shumë të rresin ata, se më të rresin djemtë. Shteti të kërkoj ndihmë. Ndërsa rastet e riatësimit sjellin shpresë të re për Dylber Shulin, pritja vazhdon. Në moshën 90 vjeçare, ai thotë se lutet çdo ditë që mbesat e tij të kthehen në shtëpi, duke mbajtur gjallë një shpresë që nuk e ka braktisur asnjëherë. Ajo s'vinte në kohë, po të mos e shpinje unë.